është kur kom pas problem me zemër. Asgjë më kanë pi heq, pa pi heq është edhe më kanë qelë varën, më kanë rru. Pas 7 dite, unë për baj bisedë me familje, thash unë batarinë e kom vendos, ama një telë nuk është i vendos të heq. Ata bajqin e gare me më. Muj dit jem ka shumë gjendje të ronë. Po mu më ka arë shumë keq, me lajmëru rastin, shkam kanë bo ata, shkam kanë do mu. Se atë më në tilë se kish vesh kur më njët vete. Ashtu kom riziku ju më shku në Gjermani, edhe kom vendos batarinë me 3 tela, pa termin, pa kërgjajnë qash gjendje të ronë që jem ka. Ma keqe që jo konë, pa pinjo borë. Piska ma jam, hajt me detaj. 13.000 euro më ka kushtu. Shumë të ronë. Sot dëmë për në zemra 15% veç. Përshëndetje. Si po kalen? Mirë, vallaj. Disponimin fort mirë. Po mirë. Ka fona vjen? Vi këtu në Kolovis, Prishtinë. Ngjarja më e rëndësishme në jetë. Sa ka qenë ngjarje që s'mundesh me harru në jetën tënde? Ngjarjen që s'muj me harru në jetën tëme është kur kom pas problem me zemër. Edhe organizon ata mi 5 net kom nejtë spital. Mas 5 nete morën në më qunë salë, kom pas me ndru 5.000 kirin, po kur ma ndru 5.000 kirin, asë që më kanë pi heq, pa pi heq është edhe më kanë qelë varën, më kanë ndru, por mas 7 dite, unë për baj bisedë me familje, thash unë batarinë e kom vendos, ama një telë nuk është i vendos të heq, ata bajqin e gare me mu. Po edhe me kalimin e kohës 3 muj dit jem ka shumë gjendje të ronë. Po mu më ka arë shumë keq, me lajmëru rastin, shkam kanë bo ata, shkam kanë do mu. Se atë më në tilë se kish vesh kur më njët vete. Po edhe me qatë dhinë, me qatë që jem ka shumë gjendje të ronë, që ashtu kom riziku ju më shku në Gjermani, edhe kom vendos batarinë me 3 tela, pa termin, pa kërgjajnë qash gjendje të ronë që jem kanë. E kjo është dhe më krejtë e jamja. Një ngjarje që është rëndësishme për mu shumë. Për zotin, pa mu që këto më ka ndodhë. Po mu ka arë shumë keq me lajmëru rastin, edhe kush e ka vendosë, kush ka marrë pjesë, edhe ma keqe që jo konë, pa pinjo borë. Piska ma jam, hajt me detaj. A kene bo në spitalin e Qekokës? Po, këto, spital shtetit e kom bo. Që bëli barë sot dëmë therën, kur e kom bo termini si më kanë gjende të ronë, sot dëmë therën me shku me vendos batarinë një femë në lejmëru, edhe bajagi, tha kushtan këtja. Thash ty të rritë nera, farimderit, o gëzafsh. Thash për sile, për mirë sile që pi banda i me je, që po më thirë që ke bo termin, po kjo pun o kry. Thash që e kom mjek shumë, jam shku në Gjermani edhe kom vendos tjetërën. A të shumë kostoj madhe për Gjermani këtë operacion? Atë kushtoj shumë? 13.000 euro më ka kushtu. Po. Ki hapu rast për këtë mjekun? Jo, s'kom hapu rast, se më ka arë shumë keq. Se kom menu, thesha, ka fëmije, sene, jetë në rrugë, jenë bajagi dhe në bërge, se nuk ka vish kjo, po kam krejt stafi që atë. Edhe i njëfsha krejt. Ka qenë mjek që njëhen? Po, që është ja, mjek. Po të ne ka ndodhë llogari për këto që e ka ndodhë? Jo, kur gjë heq. As llogari, as sen. Edhe krejt që ka ndodhë kjo për 20 minuta akri. Për 20 minuta veç, sa për sy e faqe. Po ka darë zoti, kom pas ymer, edhe kom pas djalin atje, edhe mendimin e djalit e shokëve djalit atje, mjek, edhe pa termin, pa kërgja, ka zgjat 3 ore 20 minuta. Operacioni në Gjermani. Sot jam mirë. Shqyrë zotit, ti këzon shëndetin mirë, kjo është ma e mira, atë ka njoftu për dhe më thënë ata para se hynë në salë, dhe më thënë të operacionit, që dhe më thënë ka që kamën të gjatë, kjo ka më bëke ndërhyrje, atë kanë tërgu për gjithë këtë operacion, ndërhyrje që ke pas. Jo, shumë thjesht. Mushet mene që ne farë zogja, ne farë dishka, jo, kur farë respektin ndaj pacientit ose është një figurë e njerit. Pa thëmë, me paska në farë shumë e thjesht dishka, në farë operacioni thjesht e qashtu kanë ndërhyte one.
Do të japin to organe, domethënë drejtësisë të kemi domethënë të dalin detajet gjitha. Nuk i kanë fojat organet. Nuk mëj me përfashtu tash i krejt stafin, ose ministrin e shëndetësisë ose dikant tjetër, individi. Individi i ka bon që të sene me atë stafin e vetë. Atë ka besimi që më se pas besim shëndetësinë tonë. Shpirti a kanë të ndalës, besat e Zotit. Se djali e konë në korridor, me gjithë grue, në korridor unë i piska ma jam me qash të dhimë forte që këm pas, pa pin heq. Edhe ato, një tele kanë mendos, një se kanë mendos. Gjende shumë tonë. Sot dëmë po në zemra 15% veç. Së përna ma shumë. Ata e kanë ditë shumë mirë. Po. Ashtë pyetje një individ me stafën e vetë. Po. Nuk, Unë pyeta që atë ka besim që ma nuk ki besim të shëndetësia. jo besimin se u pikur. Nuk mëj me keq përdur këtë, që me thonë, mjekësin se ka mjek që... Po, ka mjek që do të mi falenderu shumë, edhe nuk ka, dhe më thonë, për mi pagu ata, s'ka kush që i pagun. Shumë të mirë. Po njeri, si individ, po, ata e në konë bashkëpunëtorët vetë, një a konë kryesuri që atë ka intervenu edhe e ka bon që ka dorë vetë. Shumë gjendje të roni po, seriozisht po them. Qofshin shumë të kaluara këto, të tyroj shëndet shumë. Faleminderit që ndajte këtë copës nga jeta, që ndave këtë copës nga jeta, por e faqen më të madhe historitë të jetës. Për zotin po. Unë kom pas raste shumë, një vetin shumë keq, se taksi punoj që afër 40 vjet. Po, kom pas tulli rasti, se kom llogarit as vetin as familjen me ashtu jetën dikujna. E jo sot tash në këtë kohë me ba si gjona hej mjek, me përgjithësi shumë të madhe, me ba këto sene, inshallah Zoti harun fëmin ati na ja dhe qafën, me një fjallë. Kaluam me këto.